Bardha kishte mbushur 58 vjet. Dhe çdo ditë që kalonte ishte bërë një sfidë vërtet për të. Trupi i saj nuk ishte më si më parë. Fryrja e barkut, gazrat e pakontrollueshëm dhe kolesteroli që i rrezikonte zemrën e bënin jetën e përditshme një barë të rëndë. Çdo mëngjes ajo zgjohesh me dhimbje të lehta në stomak dhe një ndjenjë të rëndë që i pengonte të ndihej lirshëm. Po të mos bëj diçka do përfundoj keq, mendonte Bardha duke shikuar pasqyrën. Sytë e saj reflektonin frikën, por edhe vendosmërinë për të gjetur një zgjidhje. Ishte koha që të merrte kontrollin mbi trupin e saj dhe shëndetin që kishte lënë pas dore për vite të tëra. Për vite të tëra, Bardha kishte provuar çdo ilaç dhe suplement të mundshëm. Dieta të ndryshme, çajra bimor, antibiotik për fryrjen dhe tabletat për kolesterolin, gjithçka duke e pamjaftueshme. Ndërsa problemet vazhdonin, ajo filloi të ndihej e lodhur dhe e pafuqishme. Fryrja e stomakut shpesh i ndërpritej ditën e punës dhe gazrat e padëshiruar ishin burim turpi në takime sociale. Një ditë, duke kërkuar në internet për një kur natyrale që mund t'i lehtësonte simptomat, ajo gjeti një recetë të thjeshtë që prekte zemrën e saj. Kjo ishte një pije e bazuar vetëm në përbërës bimor, një kombinim i fuqishëm barash që ndihmonin në uljen e kolesterolit, eliminimin e gazrave dhe zvogëlimin e fryrjes. Vetëm 3 glënjka në ditë, thuhej në recetë, dhe do ndiheni më mirë për gjithmonë. Skeptike, por plot shpresë, Bardha vendosi ta provonte. Ajo përgatiti përbërësit e thjeshtë. Çajin e ngrohtë bimor, një pikë limoni të freskët dhe një filxhan me ujë të pastër. Aroma e përzierjes ishte e butë, por ngushëlluese. Ndërsa e pinte për herë të parë, ndjeu një lehtësim të menjëhershëm, si të kishte hequr një peshë nga stomaku i saj. Ditët kalonin dhe Bardha vazhdoi rutinën e saj me 3 glënjka në ditë. Ngadalë, fryrja u ul, gazrat u bën më të pakta dhe kolesteroli i saj filloi të stabilizohej. Për herë të parë pas shumë vitesh, ajo mund të ecte, të qeshte dhe të shijonte ushqimin pa frikë. Por kjo nuk ishte vetëm një përmirësim fizik, ishte një rimëkëmbje emocionale. Bardha filloi të ndihej e fuqishme dhe e lirë, gati të përballonte çdo sfidë që i vinte përpara. Në këtë pikë, Bardha kuptoi se kurat natyrale dhe përkushtimi i saj i përditshëm kishin ndryshuar gjithçka. Ajo kishte gjetur recetën që jo vetëm lehtësonte simptomat, por gjithashtu i jepte shpresë dhe energji për të vazhduar jetën plotësisht. Megjithatë, rruga e saj nuk ishte pa sfida. Për të, ky ishte vetëm fillimi i një transformimi të madh, dhe ajo do të mësonte shumë më tepër rreth trupit të saj dhe fuqisë së bimëve në ditët që do vinin. Ditët e para pas fillimit të kurës ishin më të vështirat për Bardhën. Trupi i saj, i mësuar me vite medikamentesh dhe zakone të vjetra ushqimore, protestonte ndaj çdo ndryshimi. Disa mëngjese ajo zgjohesh me një fryrje të lehtë dhe dhimbje të vogla në stomak. Dhe fillimisht u mendua se kurimi nuk po funksiononte. Por Bardha ishte vendosur. Ajo kishte përjetuar shumë zhgënjime në jetën e saj, por këtë herë ndihej ndryshe. Një zë brenda saj i thoshte se trupi po përgatitej për një transformim të thellë. 3 glënjkat e pijeve të bimëve ishin bërë pjesë e rutinës së saj. Një ritual i vogël që e lidhte me shpresën. Aroma e limonit dhe e bimëve të tjera i jepte një qetësi që nuk e kishte ndjer prej shumë vitesh. Pas 2 javësh, ndryshimet filluan të ndodhnin në mënyrë të dukshme. Fryrja e stomakut u ul ndjeshëm, gazrat e pakëndshme u bën më të rralla, dhe energjia e Bardhës u rrit. Çdo ditë ajo ndjehej më e lehtë, si të kishte hequr një peshë të madhe që mbante mbi shpatulla për vite të tëra. Por më rëndësishmja, ajo filloi të ndjente një lidhje të veçantë me trupin e saj, një respekt dhe kujdes që nuk e kishte pasur më parë. Një moment vendimtar erdhi kur Bardha shkoi tek mjeku për kontrollin e rutinës. Analizat e kolesterolit, që për vite të tëra kishin qenë problematike, tregonin përmirësim të ndjeshëm. Mjeku nuk mund ta besonte ndryshimin. Kjo është e jashtëzakonshme për dikë në moshën tuaj, i tha, duke e përgëzuar për vendosmërinë dhe disiplinën. Por transformimi nuk ishte vetëm fizik. Bardha filloi të kuptonte lidhjen midis ushqimit, mendjes dhe emocioneve. Ajo mësoi të lexonte sinjalet e trupit të saj, të kuptonte kur kishte nevojë për pushim dhe kur mund të shtynte përpara. Gazra dhe fryrja ishin më pak të shqetësuara sepse Bardha kishte ndryshuar zakonet e saj të jetesës. Ushqime më të shëndetshme, lëvizje të rregullta dhe meditimin e vogël çdo mëngjes. Shumë nga miqtë dhe të afërmit e saj filluan të vërenin ndryshimin. Bardha nuk ishte më ajo grua që përjetohej e lodhur dhe e turpëruar nga simptomat e saj. Ajo ishte gjallë, e plot energji dhe me një buzëqeshje që tërhiqte respekt dhe admirim. Shumë pyetën se cili ishte sekreti i saj, dhe ajo me një buzëqeshje të qetë tregonte për pijen e thjesht bimor që kishte transformuar jetën e saj.
Sidoqoftë, Bardha e dinte se rruga e saj nuk ishte përfunduar. Çdo ditë sillte sfida të reja, ndonjë ushqim që nuk e përballonte mirë, ndonjë ditë të lodhshme që kërkonte më shumë përkushtim. Por ajo kishte fituar diçka më të rëndësishme se çdo kur: fuqinë për të përballuar trupin dhe shëndetin e saj. Në këtë pjesë, transformimi i Bardhës po bëhej i dukshëm dhe i qëndrueshëm. Trupi i saj po mësonte të funksiononte në harmoni me bimët dhe rutinën e përditshme. Dhe ajo po ndjente për herë të parë pas shumë vitesh një liri të plot. Fryrja, gazrat dhe kolesteroli nuk ishin marrë mikët e padukshëm që e torturonin çdo ditë. Ato ishin thjesht kujtime të së kaluarës, ndërsa Bardha po përqafonte një jetë të re, më të shëndetshme dhe të lumtur. Pas muajsh përkushtim dhe disipline, Bardha filloi të ndjente një ndryshim që shkonte përtej trupit të saj. Fryrja dhe gazrat që dikur e bënin të ndihej e turpëruar dhe e kufizuar, ishin bërë pothuajse të padukshme. Kolesteroli, armiku i saj i vjetër, po stabilizohej dhe analizat treguan një rënje të dukshme. Por më rëndësishmja, Bardha ndjeu një ndjenjë të relirje dhe kontrolli mbi trupin dhe shëndetin e saj. 3 glënjkat e pijeve bimor çdo mëngjes kishin bërë mrekullinë e tyre. Përveç lehtësimit fizik, ato i kishin dhënë forcë për të ndryshuar zakonet e jetës së saj. Të ushqej më shëndetshëm, të lëvizte rregullisht dhe të përqendrohej në mirëqenie mendore dhe emocionale. Bardha nuk ndjente më frikë nga ushqimi. Nuk kishte më turp për gazrat dhe nuk ndjente më ankth për analizat e kolesterolit. Ajo ishte kthyer në versionin më të shëndetshëm dhe më të fuqishëm të vetes. Transformimi i saj u bë i dukshëm edhe për familjen dhe miqt. Fëmijët e saj e pan ndryshimin dhe u frymëzuan nga vendosmëria e nënës së tyre. Miqt, të cilët dikur e shihnin si grua të lodhur dhe të sëmur, filluan të pyesnin për sekretin e saj. Bardha thjesht buzëqeshi dhe tregoi për pijen e thjesht bimor, 3 glënjka që çdo ditë i shpëtonin jetën. Por kjo histori nuk ishte vetëm për lehtësimin e simptomeve fizike. Ishte një histori fuqie dhe shprese. Bardha mësoi se nuk është kur vonë për të marrë kontrollin mbi shëndetin. Se edhe pas shumë viteve vuajtjesh dhe zhgënjimesh, një zgjidhje e thjeshtë dhe natyrale mund të ndryshojë gjithçka. Ajo kishte fituar më shumë se një trup të shëndetshëm. Kishte fituar besimin në vetvete, energjinë dhe lumturinë që mendonte se kishte humbur përgjithmonë. Në fund, Bardha e kuptoi se shpëtimi i saj ishte një kombinim i durimit, disiplinës dhe fuqisë së bimëve. 3 glënjkat e pijeve nuk ishin vetëm një kur, ato ishin një fillim i ri. Ajo mund të hante, të qeshte, të ecte dhe të jetonte pa frikë. Çdo frymë e saj ishte një kujtesë e asaj që kishte arritur, që të jetë e lirë, e shëndetshme dhe e lumtur. Bardha, 58 vjeç, e kishte kaluar sfidën më të madhe të jetës së saj dhe tani jeta e saj ishte më e lehtë dhe më e bukur se kur më parë. Ajo kishte mësuar një mësim të thjeshtë, por të fuqishëm. Shpesh zgjidhjet më të mëdha qëndrojnë në gjërat më të thjeshta. 3 glënjkat e pijeve bimor kishin bërë mrekullinë, dhe Bardha tani ishte e gatshme të përqafojë çdo ditë me energji dhe mirënjohje.